Se disa burra shqiptarë zgjedhin kafe më shumë se shtëpinë. Pse disa burra që kanë grua, kanë fëmijë në shtëpi, kanë përgjegjësi, kanë punë, zgjedhin të kalojnë orë të tëra në kafe dhe të kthehen vonë, madje edhe të dheur me raki. Si psikologi duhet ta them qartë. Kjo nuk është thjesht një sjellje, është një formë shmangjeje emocionale dhe përgjegjësie. Shumë burra janë arritur në një kulturë ku nuk është mësuar të shprehë ndjenjat, të flasin për stresin, apo të menaxhojnë konfliktin, apo atë që ndjen ata brenda. Si pasojë, kur përballen me përgjegjësitë e familjes që kërkojnë prani emocionale dhe jo vetëm fizike, ata ndjehen të papërgatitur. Dhe çfarë bën njeriu kur ndihet i papërgatitur? Shmang dhe largohet. Kafja kthehet në një hapësirë ku nuk ka kërkesa emocionale, ku mund të ruaj kontrollin, të shmang ato ndjenjat e vështira dhe të argëtohet. Në shumë raste, kur alkooli përdoret si një mënyrë e mirë për të pirë stresin, frustrimin apo ndjenjën e dështimit që nuk shprehet hapur, por duhet të themi edhe këtë. Shtëpia nuk është gjithmonë vetëm viktim. Ndonjëherë është edhe dinamika brenda saj mund të shtojë edhe këtë distancë, kur mungon komunikimi dhe mirëkuptimi. Në fund, duhet të dini, arratisja nuk është gjithmonë zgjidhje, është gjithmonë asgjë, sepse një familje nuk ka nevojë vetëm për praninë fizike, por një prani emocionale të pjekur dhe të ndërgjegjshme. Jo erdhi babi dhe dulet të gjithë të kenë frikë, por erdhi babi dhe të kenë çfarë të flasin. Dhe kjo është diçka që duhet mësuar jashtë shmangur, sepse në fund të ditës ajo është përgjegjësia juaj, sepse e krijove vetë, që ndoshta shumë dhe as vetë nuk e dinë se pse e kanë krijuar këtë familje. Jo ta menaxhojnë apo ta mbajnë të lumtur apo të shëndetshme.